Të nderuar miq, fillimisht ju shpreh një falënderim shumë të sinqert për kohën që ju keni dedikuar episodeve tona. Njëkohësisht ju falenderojmë që keni ndarë mendimet dhe komentet tuaja me ne. Shpresojmë shumë që edhe episodi i sotëm të jetë po kaq i vlefshëm dhe njëkohësisht i dobishëm për ju. Në episodin e 11 Takimet e Utën, ne do të shpjegojmë skemën e pensioneve suplementare në Shqipëri. Por duke qenë se kjo skemë ka një numër shumë të madh të dhënash dhe njëkohësisht përfituesit, kemi menduar që ne ta ndajmë analizën e kësaj skeme në 2 episode. Dhe në episodin e sotëm, në episodin e 11, ne do të shpjegojmë si funksionon skema e pensioneve suplementare për funksionarët kushtetues, por nga ana tjetër edhe për profesorët e universiteteve. Nëse kjo temë përbën interes për ju, unë ju inkurajoj që ta ndiqni të plot episodin e 11 Takimet e Utën dhe njëkohësisht të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube Teuta Nunaj Kortoçi. Pensioni suplementar është vlera që i akordohet një individi mbi pensionin bazë të pleqërisë. Kjo do thotë që një individ i cili përfiton nga skema e pensionit suplementar në Republikën e Shqipërisë përfiton 2 pensione. I pari është pensioni i pleqërisë shtetëror dhe i dyti në këtë rast është pensioni suplementar. Po kush janë përfituesit e pensionit suplementar? Skema e pensionit suplementare përcakton që përfituesit janë duke filluar nga funksionarët e lartë kushtetues deri tek specialistët për të vijuar me profesorët e universiteteve, me ushtarakët, naftëtarët, pilotët, njëkohësisht duke vijuar edhe me grupime të tjera. Vetë ligji, i cili normon të gjitha rregullat dhe kriteret që nevojiten për përfituar nga pension suplementar, identifikon ndarjen e këtyre individëve në grupe. Dhe ligji identifikon 2 grupe. Në grupin e parë kemi 2 nëndarje. Në ndarjen e parë janë të përfshirë të gjithë ata individ funksionar shtetëror në nivele shumë të larta drejtuese të shtetit, duke filluar nga presidenti i Republikës, për vijuar me kryetarin e Këshillit të Ministrave, kryetarin e Parlamentit, ministrat, kryetarin e gjykatës kushtetuese, kryetarin e gjykatës së lartë dhe me radhë. Ndërsa në grupin e dytë të grupit të parë janë individët të cilët kanë detyra kushtetuese, siç përmendim rastin e deputetëve, antarëve të gjykatës kushtetuese apo të gjykatës së lartë, antarët të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me radhë. Ndërsa në grupin e dytë janë individ që kryejnë funksione si zëvendës ministrat për vijuar më tej deri tek specialistët. Përfitimet shtetërore suplementare janë kontribute që derdhen në skemën e sigurimeve shoqërore nga buxheti i shtetit, por edhe nga individi kontribues që nesër në një të ardhmen do të jetë përfitues një pensioni suplementar. Dhe kjo përqindje kontributi i cili derdhet nga ky individ varion nga 3 deri në 5% në varësi të grupit në të cilin ai bën pjesë. Për shembull, në rastin e grupit të parë në nëndarjen A, që kemi të bëjmë me presidentin e Republikës, siç thamë, ose kryetarin e Këshillit të Ministrave, në fund të çdo muajit kur bëhet derdhja edhe kontributeve për sigurime shoqërore, bëhet një derdhje në masën 5% pikërisht si kontribut për pensionin suplementar. Njëkohësisht, në grupin e dytë kemi një përqindje prej 4% dhe për grupet si janë specialistët kemi një derdhje kontributi për 3%. Pra të nderuar miq, ligji parashikon që këta individ që nesër do të jenë përfitues të pensionit suplementar, krahas kontributeve që ata derdhin në masën 9.5% për sigurimet shoqërore për pension pleqërie, derdhin edhe një kontribut prej 3 deri në 5% mbi pagën referuese, e cila në këtë rast derdhet në skemën e sigurimeve shoqërore. Dhe janë këta individ që në momentin kur ata mbushin moshën për të dalë në pension, krahas përfitimit të pensionit të pleqërisë, ata në këtë rast do jenë përfitues edhe të një pensioni suplementar. Por sa është ky pension suplementar? Ndaj, ligji shqiptar për pensione suplementare në Republikën e Shqipërisë përcakton një pension suplementar minimum dhe maksimum. Por ky pension është i lidhur drejt për drejt me grupin
në të cilën përfshihet ky individ në bazë të funksioneve të tij kushtetuese. Marrim një shembull. Individët të cilët janë në grupin e parë, në nëndarjen ose në grupin A, janë individ të cilët kryejnë detyra të larta kushtetuese. Dhe në këtë nën grup, siç e cekëm, bëhen pjesë presidenti i Republikës, kryetari i Këshillit të Ministrave, ministrat, kryetarët e gjykatës lartë kushtetuese dhe më radhë. Dhe nëse marrim si shembull pagën e presidentit të Republikës, i cili në bazë të ndryshimeve të fundit ligjor në vitin 2023 për pagat e drejtuesve të lartë kushtetues, paga e tij referuese është 425.000 lekë, ku me pagë referuese, mbi bazën e të cilit llogaritet edhe pensioni suplementar, në bazë të ligjit do të kuptojmë në këtë rast pagën e muajit të fundit në të cilën ky individ ka ushtruar funksionin e tij. Në rastin e presidentit të Republikës së Shqipërisë, në momentin që ky individ do jetë përfitues i një pensioni, krahas pensionit mujor ose ndryshe pensionit të pleqërisë, do të ketë edhe një pension suplementar. Dhe ky pension suplementar nuk mund të jetë në këtë rast, në rastin e presidentit, më pak se 106.250 lekë ose më pak se 1.062.500 lekë, por jo më shumë në këtë rast se 60% e pagës referuese. Dhe nëse paga referuese në 2025, siç e tham për presidentin e Shqipërisë, është 425.000 lekë, atëherë në këtë rast maksimumi një pensioni suplementar do të jetë në vlerën e 255.000 lekëve ose 2.550.000 lekë. Por, është sërish e rëndësishme për të theksuar të nderuar miq që kur flasim për pensionin suplementar, ky pension suplementar është mbi pensionin e pleqërisë. Ndërsa në rastin e ministrave, të cilët përfshihen sërish në grupin e parë dhe në nëndarjen e parë, ata sërish mund të kenë maksimalisht një pension suplementar sa 60% e pagës referuese. Dhe nëse paga referuese për vitin aktual 2025, gjithmonë nëse referohemi të dhënave të rritjes së pagave të vitit 2023, do themi që një ministër mund të gëzojë një pagë prej 318.750 lekë ose të ndryshe 3.187.500 lekë. Dhe nëse ne do flasë për pensionin suplementar që përllogaritet si një minimum për ministrin do jetë në një vlerë 79.688 lekë dhe një maksimum që është 60% e pagës referuese do të jetë 191.250 lekë ose të ndryshe 1.912.500 lekë. Ndërsa, për grupin e deputetëve dhe njëkohësisht individët të cilët janë antarë të gjykatës kushtetuese apo gjykatës së lartë, paga në këtë rast, e cila merret si referencë, është sërish paga e tyre mujore në muajin e fundit që ata kanë ushtruar aktivitetin ose funksionin e tyre. Dhe njëkohësisht, në këtë rast, pensioni suplementar nuk mund të jetë më shumë se 50% e kësaj pagë referuese. Dhe në rastin e një deputeti i cili sërish sipas të dhënave të 2023-shit për pagën e tyre për arritjet që u zhvilluan në këtë periudhë, do të themi që një deputet i cili gëzon aktualisht një pagë prej 310.250 lekësh ose 3.102.500 lekë, ai në këtë rast mund të gëzojë një pension suplementar jo më të vogël se 62.050 lekë, pra jo më të vogël se 620.500 lekë, por jo më të madh sa gjysma e vlerës së pagës së tij referuese, që nuk kuptohet jo më shumë se 155.125 lekë, ose një pension suplementar jo më shumë se 1.551.250 lekë. Pra të nderuar miq, ligji në këtë rast për te identifikimin të përqindjeve, pra të dyshim mes e një pensioni suplementar, por edhe tavanit e një pensioni suplementar, identifikon në këtë rast edhe një kriter ose një kusht tjetër. Këta individ duhet të kenë minimalisht 2 vite që ta kenë ushtruar këtë funksion të tyre kushtetues që të jenë njëkohësisht edhe përfitues të një pensioni suplementar. Njëkohësisht,
është shumë e rëndësishme edhe për të theksuar dhe njëkohësisht për të nënvizuar edhe 2 kriteret të tjera që ligji përcakton. Pra krahas kohës 2 vjeçare që ky individ që të jetë përfitues i një pensioni suplementar duhet ketë ushtruar aktivitetin e tij kushtetues, ligji përcakton njëkohësisht që të përfitosh një pension suplementar, do të duhet në këtë rast që ky pension suplementar së bashku me pensionin e pleqërisë nuk mund të jetë më shumë se 75% e pagës referuese. Për të nderuar miq, ligji në rastin e parë neve na tha që pensioni suplementar nuk mund të jetë më shumë se 60% e pagës referuese dhe në momentin e dytë, ligji na përcakton që bashkimi i të 2 pensioneve, që nuk kuptohet pensioni të pleqërisë, që është pensioni shtetëror, dhe pensioni suplementar, që është sërish një pension suplementar, nuk mund të jetë në këtë rast më shumë se 70% e pagës referuese. Dhe nëse neve do marrim si shembull një pagë referuese 400.000 lekë, se ç'është paga e përcaktuar për shembull për kryetarin e kuvendit, do të themi që në momentin që individi që ka ushtruar detyrën e kryetarit të kuvendit do të dalin në pension, pensioni i tij i pleqërisë plus pensioni suplementar nuk mund të jetë më shumë se 75% e pagës referuese, që do të thotë nuk mund të jetë më shumë se sa një vlerë 300.000 lekë ose ndryshe 3 milion lekë. Njëkohësisht, ligji parashikon që pensionet suplementare indeksohen me vendim të Këshillit Ministrave në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtat rregulla siç indeksohen edhe pensionet e pleqërisë. Duke filluar nga viti 2009, në skemën e pensioneve në Shqipëri është përfshirë edhe skema e pensioneve suplementare për profesorët e universiteteve. Po si është organizuar kjo skemë? Skema ndan në 2 grupe, individët të cilët kanë titullin profesor ose drejtues kërkimesh, dhe në grupin e dytë përfshihen individët që gëzojnë titullin ose mbartin titullin profesor i asociuar ose mjeshtër kërkimesh. Në varësi të sektorit ku këta individ janë të përfshirë, ka një përqindje të ndryshme për kontributin që ata derdhin. Kështu të gjithë këta individ të cilët janë të punësuar në sektorin publik derdhin 5% të pagës referuese si kontribut për skemën suplementare. Ndërsa nëse këto individ janë të punësuar në sektorin privat, atëherë ata derdhin 7% si kontribut të pagës referuese. Ku në këtë rast me pagë referuese ne do kuptojmë pagën mesatare si pagë referuese të çdo muaji për gjatë gjithë periudhës që ata kanë pasur titullin profesor, profesor asociuar, drejtues kërkimesh apo mjeshtër kërkimesh. Pra të nderuar miq, këta individ, kur flasim për derdhjen e kontributeve suplementare, koha e fillimit të derdhjes së këtyre kontributeve është që nga momenti që këta individ kanë mbartur ose kanë gëzuar këtë titull, dhe jo gjatë gjithë kohës që ata kanë pasur një marrëdhënie pune. Dhe këtu në këtë rast bëhet ndarja mes skemës suplementare dhe skemës së pensionit të pleqërisë. Pra, pensioni i pleqërisë kërkon në këtë rast që për çdo muaj dhe për çdo vit që individët janë në një marrëdhënie pune, ata derdhin 9.5% të pagës së tyre. Ndërsa derdhin kontribute 5 ose 7% në varësi të sektorit punojnë vetëm gjatë kohës që ato kanë një titull profesor, profesor asociuar, drejtues kërkimesh apo mjeshtër kërkimesh. Si edhe në rastin kur kishim të bënim me skemën suplementare për sa i përket individëve që kanë ushtruar detyra kushtetuese, edhe në rastin konkret kur kemi bëjmë me individ që janë profesor në universitete, sërish kontribues janë buxheti i shtetit edhe vetë këta individ. Por sa është përfitueshmëria e pensionit suplementar që marrin këta individ? Dhe në rastin konkret, përfitueshmëria në këtë rast lidhet me titullin që ata kanë. Kështu, ata në këtë rast marrin 1.3% të pagës referuese për çdo vit të periudhës 1 vjeçare për gjatë ushtrimit të titullit profesor ose drejtues kërkimi, dhe 1.3% të pagës referuese për një periudhë 1 vjeçare nëse ata
kanë ushtruar titullin e profesorit asociuar apo mjesht të kërkimesh. Dhe për ta bërë më të thjeshtë dhe më konkrete, neve po marrim shembullin ku kemi të bërë me një individ i cili në këtë rast ka një titull profesor ose drejtues kërkimi dhe ai ka një pagë referuese dhe gjithmonë pagat referuese janë pagat bruto prej një vlere 150.000 lek në një muaj. Atëherë, masa mujore e pagës referuese të tij është 150.000 lek. Dhe ai në këtë rast do përfitoj një masë pensioni suplementar në një muaj në vlerën prej 19.500 lek ose 195.000 lek në muaj. Dhe kjo është rezultat ku neve shumëzojmë pagën e tij referuese që është 150.000 lek, shumëzim për 1.3% që është në këtë rast vlera e përcaktuar nga ligji për pagën referuese për një vit, dhe nëse ky individ e ka ushtruar këtë titull të profesorit për 10 vjet, atëherë në këtë rast rezultati 150.000 shumëzim për 1.3% që përcakton ligji, shumëzim për periudhë 10 vjet, atëherë në këtë rast paga ose vlera që e merr në fund për një pension suplementar, pra që merr çdo muaj, është në vlerë në këtë rast 19.500 lek ose 195.000 lek në muaj. Dhe kjo vlerë në këtë rast merret për gjatë periudhës që ai gëzon pensionin. Sërish në këtë rast, edhe në rastin e parë, ligji përcakton që shuma e pensionit suplementar plus pensioni pleqërisë në këtë rast nuk mund të jetë më shumë se sa 2 fishi i pensionit pleqërisë. Edhe në rastin e parë, edhe këto pensione indeksohen. Pra, është e rëndësishme për të theksuar si në rastin kur kemi të bëjmë me individ që ushtrojnë detyra kushtetues edhe me profesionet, janë të njëjtat rregulla. Individët të cilët gjatë kohës që ushtrojnë aktivitetin e tyre kushtetues ose individët të cilët mbartin një titull shkencor në këtë rast, si është profesor asociuar të tjerë, të cilët derdhen një kontribut për gjatë viteve që ushtrojnë aktivitetin kushtetues apo mbartin këtë titull, dhe nga ana tjetër kur ata plotësojnë kriteret për të dalë në pension, ata në këtë rast janë përfituesë të një pensioni suplementar. Dhe njëkohësisht, në të gjitha rastet, pensioni suplementar indeksohet në bazë të përqindjes së përcaktuar, në këtë rast me vendim të Këshillit Ministrave, që siç e dimë në këtë rast, indeksimi është një detyrim ligjor që Këshilli i Ministrave e ka të përcaktuar dhe kryen në çdo vit. Pra të nderuar miq, në Republikën e Shqipërisë, duke filluar nga viti 1996, kur u miratua ligji dhe u ndërtuar për herë të parë skema e pensionit suplementar në Shqipëri, fitojnë pension suplementar krahas pensionit të pleqërisë të gjithë individët që ushtrojnë detyra kushtetuese, duke filluar që nga presidenti i Republikës së Shqipërisë dhe deri tek specialisti, dhe në këtë rast duke vijuar edhe me të gjithë ata profesorë të universiteteve nga momenti që ata mbartin një titull shkencor, profesor asociuar apo profesor, mjeshtër kërkimesh apo drejtues kërkimesh. Dhe sërish e rithekson që është mjaft e rëndësishme, pensionet suplementare indeksohen, pensionet suplementare janë plus pensioni shtetëror në këtë rast, dhe janë pensionet që vazhdojnë gjatë gjithë kohës ose gjatë gjithë kohës së gëzimit të pensionit të tyre. Të nderuar miq, në pjesën e dytë të episodit të 11 takimet e UT, në këndin e pyetje do t'i përgjigjemi 3 pyetje. Pyetje e parë: a ndikon ndërprerja e mandatit të ushtrimit të funksionit kushtetues apo dorëheqja para kohe në përfitimin apo jo të një pensioni suplementar? Po të nderuar miq, koha e ushtrimit të funksionit kushtetues është përcaktuese në përfitimin apo jo të një pensioni suplementar. Ligji përcakton që një individ të jetë përfituesi një pensioni suplementar do të duhet që të ketë realizuar këtë funksion kushtetues minimalisht për 2 vite kalendarike. Por nga ana tjetër, ligji përcakton në këtë rast që kur një individ e mbyll ose largohet nga ky detyrë kushtetuese, si për shembull në rastin e presidentit të Republikës së Shqipërisë, ai ka të drejtë e përfitimit të 3 pagave mujore të funksionit pas mbylljes së këtij funksionit kushtetues, dhe njëkohësisht
përfitimin e 50% të pagës referuese për një numër vitesh sa që ka qenë dhe numri i viteve që ai ka ushtruar detyrën kushtetuese, por ky numër vitesh nuk mund të jetë më shumë se 3 vite. Pyetja e dytë është: po vitet jashtë funksionit të ushtrimit të detyrës kushtetuese apo vitet kur një individ nuk e ka pas mbartur titullin e profesorit ose mjeshtit kërkimet, a janë vitet të cilat llogariten te pensioni suplementar? Jo, të nderuar miq, ligjet të cilët përcaktojnë pensionet që përfitohen në Republikën e Shqipërisë e shpjegojnë në mënyrë shumë të qartë ndarjen mes pensionit të pleqërisë, pensionit suplementar, kohës që nevojitet për të realizuar një pension suplementar dhe kohës që nevojitet për të realizuar një pension pleqërie. E theksojmë, të nderuar miq, që kur flasim për pensionin e pleqërisë, do thotë që çdo individ që është i punësuar, i vetpunësuar apo dëshiron të kontribuojë vullnetarisht për kontributet vullnetare për të siguruar një pension nesër në momentin që të mbushë moshën e pension, ka detyrimin e derdhjes së 1% kontributi. Në rastin e një të punësuari është 9.5% e pagës së tij për çdo muaj dhe për të gjithë periudhës së tij të punësimit. Ndërsa, ku flasim për individ të cilët kanë ushtruar funksione kushtetuese, pensioni suplementar lidhet drejt për drejt me kohën që është ushtruar ky funksion, që do thotë, nëse ky individ ka ushtruar një funksion kushtetues, supozojmë për 5 vite, atëherë vetëm për 5 vite ky ka derdhur kontribute për pension suplementar. Dhe kur llogaritet koha e pensionit suplementar ose pagesa që i do të marrë për pensionin suplementar, llogaritet pikërisht vetëm kjo periudhë kushtetuese. Periudha e punësimit kur ai nuk e ka pasur një funksion kushtetues, nuk llogaritet dhe nuk bën pjesë tek pjesa e pensionit suplementar. E njëjta gjë vlen në këtë rast edhe në rastin kur kemi të bëjmë me profesorët. Pra, nëse një profesor ka mbartur një titull profesor për shembull për 10 vite, periudha përpara mbartjes së këtij titulli nuk po llogaritet tek pensioni suplementar. Dhe pyetja e tretë lidhet me pensionet familjare. Një individ i cili ka ndruar jetë, por gëzonte një pension suplementar për shkak të funksionit të tij kushtetues që e ka realizuar, është një pension në këtë rast i cili do të përfitojë dhe nga familjarët e tij? Po, të nderuar miq, ligji parashikon që individët që janë pasardhës të një individi që kishte përfituar një pension suplementar dhe me largimin e tij nga jeta, ligji parashikon që në rastin e gruas ajo përfiton ose përfiton 50% të pensionit suplementar të bashkëshortit të saj. Në rastin konkret, ku kemi të bëjmë edhe me prezencën e fëmijëve, këta fëmijë përfitojnë 25% të pensionit suplementar që ka përfituar babai i tij. Por, në rastin kur kemi të bëjmë me fëmijë të cilët kemi vetëm ata përfitues të një pensioni familjar dhe jo nëna e tyre, pra jo bashkëshortja në këtë rast e personit të cili ka ndruar jetë dhe ka qenë përfitues, atëherë në këtë rast masa e pensionit është në masën 50%. Pra, e thënë në mënyrë shumë të thjeshtë, kur kemi dy përfitues, gruan dhe fëmijët, gruaja fiton 50% të pensionit familjar për pjesën e pensionit suplementar dhe fëmija 25%. Por, në rastin konkret, asnjë nga pasardhësit nuk përfitoi një pension familjar në të njëjtën masë sa që ka përfituar pensionin suplementar individi që kishte gëzuar një pension suplementar dhe njëkohësisht kishte qenë një ushtrues një detyre kushtetuese. Të nderuar miq, ky është episodi ynë për sot. Ne shpresojmë shumë që t'ju kemi sqaruar dhe t'ju kemi njëkohësisht edhe informuar për skemën e pensioneve suplementare në Shqipëri. Njëkohësisht neve shpresojmë shumë që ky informacion ju ka ndihmuar edhe juve më tepër për të kuptuar edhe më shumë të drejtat që garanton ligji i sigurimeve shoqërore në Shqipëri.
Për të gjithë ju që ende nuk e keni bërë, unë ju inkurajoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube të Utanunaj Kurthoçi, në mënyrë që të ndiqni në kohë reale të gjitha informacionet dhe njohuri që neve përcjellim përmes episodeve tona. Deri në episodin e radhës, miru takofshim.